Po pra po, se kemi pra shpresën në raport me botën tjetër, që është pjesë e kredus së besimtarve, kemi dhe këtë shpresën në raport me këtë jetë. Shembuj që na vinë, të largët apo të vonshëm, janë gjithmonë frymëzues të shpresës. Kur ne kujtojmë ditët e vështira, kur ne shoqëria shqiptare ka shumë probleme. Edhe shoqëria, po sëqërisht ajo kosovare. Por sepse është edhe qasje pastaj, mënyra se si zgjedhësh, kur të kujtosh të djeshme, që ke lënë jetën, përballë një tmerri siç ka qenë pushtuesi, prap ajo është një frymëzuese e shpresës që, pashi sa gjëra, sepse ne nuk duhet shikojmë vetëm gjërat e trishta, ka ndodhur dhe gjëra shumë të mira gjatë këtyre vjetëve liri, apo jo? Ka ndodhur shumë gjëra mira që deri dje kanë qenë të paimagjinueshme. Ka qenë e paimagjinueshme që ti do jetosh, do ish i lirë dhe nuk do të kesh një armik këtu mbrapa që ta kërcënojnë jetën çdo moment. Apo s'është kështu? Pra është në një farë mënyrë edhe një këndvështrim, mënyrë se si ti zgjedh këndvështrimin e duhur ose gabuar, ku e fik, e shuan, gati e vret, ose e mban të gjatë dhe e kultivon shpresën.